Nëse dëshironi një recetë të veçantë për fëmijët dhe familjen tuaj, atëherë kjo video është e duhura për ju. Por mos më thoni që nuk ju thash, ju duhet kohë. Përshëndetje nga Perla with Love Handmade, këtë herë me një recetë tepër të veçantë, të shijshme, por që zgjat pak. Unë kam përgatitur krepa të mbushur, të pjekur në tavë. Këtu po ju tregoj përbërësit dhe do ja u shpjegoj një nga një se çfarë ju duhet. Djathi bardh, qumësht, krem kosi, trevez, miell. Si fillim do të përgatisim brumin për të bërë krepat. Unë kam përdorur trevez dhe qumësht, diku të 500 ml qumësht. Si fillim do të hedhim pak qumësht, do të përziem vezën mirë dhe do të shtojmë miellin. Nëse hedhim direkt të gjithë qumështin me njëherë, atëherë mielli do të ngelet me kukriza. Për këtë arsye, unë e bëj në këtë mënyrë. Pra do të shtojmë miellin, edhe miellin unë nuk e kam matur, diku te 200 gram miell, por e shikoj me sy derisa të trashet brumi dhe më pas do të shtoj qumësht që ta holloj aq sa më duhet mua. Në këtë mënyrë nuk ngelen kokriza. Pra brumin ju mund ta përgatisni një lloj siç bëni krepat, por pa sheqer. Pra do hidhni krip, mos harroni që duhet hidhni krip. Dhe tani do të shtojmë qumshtin derisa të formohet trashësia që ne dëshirojmë për krepat. Krepat më pas mund t'i piqni në tigan ose dhe në një kreperi, pra në një pajisje të tillë. Unë shtova edhe pak miell sepse e pash që ishte pak e ujshme. Dhe arsyeja pse procedura në fakt zgjat është vetëm për shkak të krepave, sepse kjo procedurë zgjat zakonisht diku te gjysmore. Dhe nëse i kemi gati krepat e pjekur, atëherë procedura në vazhdim është shumë e thjeshtë. Kjo pajisje që po përdor unë është tamam për krepa dhe është në fakt perfekte, i bën shumë të mirë dhe i pjek në mënyrë perfekte. Unë akoma nuk di ta përdor shumë mirë, siç e shikoni, por edhe pse kam mbi një vit që e kam bler, është pak e vështirë, pra nëse nuk i bën shpesh, nuk mund të bëhesh profesioniste me njëherë. Në tigan, në fakt, bëhen më thjesht, por më që e kam bler, më vjen keq të mos ta përdor. Do ta kthejmë nga ana tjetër. Do ta pjekim dhe aty pak, unë me krepin e parë ju kam treguar tamam se sa zgjat pjekja. Pra,
zgjatë diku te 2 minuta vetëm një krep. Nëse bëjmë shumë, atëherë llogarisni vetë se sa. Ndërkohë që krepat pyqen, unë po përgatis mbushjen. Një vezë, do të hedhim krem kosi ose kos normal, nuk ka problem. Nëse keni dëshirë mund ta mbushni dhe me mish të grirë, salcën me mish të grirë me qep, pra mund të mbushje, mund të përdorni çfarë të keni ju dëshirë. Ju thjesht merrni idenë dhe lejoni imagjinatën tuaj. Pra shtojmë kremin e kosit, vezën, kremin e kosit dhe tani djathin. Krip nuk ka nevojë sepse djathi është vetë i kripur. Unë ju siguroj veç për diçka që ishte shumë e shijshme. Fëmijët e pëlqyen shumë dhe nuk prisnin dot derisa të piqej tamam. Unë u detyrova ta hiqja pak më shpejt se sa duhej në fakt, sepse duhet kish marrë ngjyrë akoma më të bukur, por fëmijët nuk prisnin dot dhe çdo 2 minuta më pyesnin mami u poq, mami u poq. Dhe kështu u detyrova ta nxjerrja nga furra. Në mos gaboj, kam përgatitur diku te 8 ose 9 krepa në total me këtë sasi që ju thash juve. Mos harroni dhe djathin e grirë kaçkavall që do t'ja vendosim përsipër pasi ta kemi përgatitur komplet. Dhe ndërkohë, unë këtu po përgatis salsën beshamel, të cilën edhe këtë do t'ja edhim përsipër. Ajo e bën të jetë më kremoze dhe i jep një shije akoma dhe më të veçantë. Nëse nuk keni dëshirë, mos e bëni dhe vendosini të piqni pa beshamel, vetëm me djath kaçkavall. Salsën beshamel besoj se e dini përgatitjen, na duhet gjalp, pasi shkrin shtojmë 3-4 lugë miell, i kavurdisim pak, jo sa të marrin ngjyrë të errët, dhe shtojmë miellin me shpejtësi dhe pa pushim duhet që ta kavurdisim, ndryshe formohen kokriza dhe nuk bëhet kremoze. Siç e shikoni, mua më ka dalë perfekte, kremoze. Duhet pak me holl sepse duke qenë e nxehtë ajo automatikisht trashet më shumë dhe shikoni sa trashur, unë u detyrova ta shtoja pak më shumë qumësh dhe ta bëja pak më të holl. Nëse e bëjmë beshamelin, atëherë do të shtojmë në fund të tavës pak dhe pjesën tjetër do ta lëm për në fund. Kjo trashësi duhet beshameli, kështu si e kam për tani. Dhe ndërkohë do të bëjmë mbushjet. Është shumë e thjeshtë dhe e gjithë procedura zgjat jo më shumë se 3 minuta. Nëse keni dëshirë, mund t'i shtoni pak qalp brenda, por për mua kishte kalori më shumë se ç'duhej dhe nuk doja t'i shtoja më shumë. Nëse jeni duke parë çorapet e mia, nuk kam dy çorape të ndryshme, por këto quhen
çorape Fanny dhe janë në fakt të dyja bashk çift, por janë të ndryshme. Pra, nuk jam e çmendur. Pasi i mbushim, do t'i rrotullojmë në këtë mënyrë dhe do t'i vendosim në tavë. Të fundit e kam bërë për vajzën, nëse nuk do kishte dëshirë ta hante me djath, atëherë e bëra me salam. Dhe në fund do t'i shtojmë beshamelin që ka ngel tepër. Në fakt ju sugjeroj nëse e bëni, të bëni pak më shumë, sepse me thënë të drejtën sa më shumë të kishte më e shishme do të dilte, më kremoze. Shtojmë kaçkavallën dhe e fusim në furrë për 200 gradë në furrë të para ngrohur. Mos harroni, furrin duhet gjithmonë ta ngronin më përpara. Faleminderit që ndiqni videot e mia dhe nëse keni dëshirë më bëni subscribe. Pra kjo ishte dhe receta e sotme, shumë po shumë e shishme. Duhej pjekur pak më shumë, por nuk pata mundësi. Mirupafshim.